Në mbledhjen e fundit dhe më të rëndësishme për këtë vit, Këshilli Bashkiak I Shkodrës ka miratuar buxhetin e bashkisë për vitin 2026, si dhe programin buxhetor afatmesëm për periudhën 2026-2028. Kryebashkiaku Benet Beci në fjalën e tij tha se projekt buxheti për vitin 2026 ka një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Vlera totale e buxhetit nga 25 në 26 është në vlerë rritje për rreth 15%. Të ardhurat dhe rritja të ardhurat është e përkthyer sot në investime, ku investimet e Bashkisë Shkodrës, bashkinë për buxhetin e 2026-s, ka një rritje rekord prej rreth 80%. Për herë të parë, dhe të kemi mundësi dhe kemi fonde për të ndërtuar banesat sociale me fondet tona. Janë rreth 1,5 euro fonde për ndërtimin e banesave sociale. Kryebashkiaku I Shkodrës rënditi një sër investimesh strategjike në qytet dhe në zona turistike, të cilat janë në proces apo do të fillojnë të implementohen. Rikualifikimi I qendrës Zogajve është një projekt që tashmë ka përfunduar për ta rikthyer në identitetin që është. Ne vazhdojmë rikualifikimin urban të Zdrales, me paraqit për fëmijët, duhet luaj, projektin e luajmë bashkë, kanë 7 konde lojrash, përmirësimin e sistemit të parkimeve, investimin në shkolla dhe në kopshte. Pavarësisht debateve në këtë mbledhje u miratuan edhe projekt vendime me fokus mbështetjen sociale, si fondi për ndihmën ekonomike, bursat për nxënësit e shkollave të mesme, si dhe taksat e tarifat vendore.